think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Të dashur miq të televizionit Nova Studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje. Ndryshimi i ambientit sigurisht se na jep të besojmë se diçka në këtë emision do të ndodhë diçka e veçantë. Për dallim prej emisioneve të tjera, kur kemi pas në qendër të vëmendjes çdo herë skenën dhe aktualitetet politike, kësaj radhe kemi vendosur të paraqesim ambasadorin më të mirë të çdo kombit. Ai padyshim është sporti. Përmes këtij emisioni do të mundohemi që të paraqesim një basketbollist të ri i cili është padyshim pasqyra e popullatës shqiptare këtu në Maqedoni, është padyshim Aledin Mustafa, i cili është vetëm 21 vjeçar, i cili rrjedh pikërisht nga lagjet tona. Aledin, mirë se na erdhe në studion e televizionit Nova. Mirë se gjeta, fitim, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Nova. Aledin, na trego pak për shikuesit se kush është Aledini, ku ka lind e kështu me radhë. Okej. Atëherë, unë jam Aledin Mustafa, siç e cekja edhe parzit. Jam 21 vjeç, do të thonë jam lind vitin 1995, vip i lagjës Gazivall. Kështu që e du shumë Gazivallën edhe për çatë e ceki ka do që shkoj. Dashnia për vendin ajo normal, do të thonë jam edhe student i kulturës fizike, një të kohë në Tetov studioj. Tashmë veç e kom bo një farë lloj transferi se prej Tetov, do të thonë kom bo transfer në Turqi, me studio atje dhe një vjet që më ka met. Kjo është Vazhdo të atje të ecën mirë. Po, Aledin, ne mediat do thot jemi njoftu, do thot me karrierën tënde sportive, je një basketbollist i cili premton shumë. Na trego për hapat e para se ku fillove, në çfarë moshe fillove me basketboll? Po, si çdo i ri shqiptar, do të thënë si fëmijë shqiptar, e kom pas qef shumë futbollin përpara edhe në lagje kom luajtur shumë futboll me shokët e lagjës aty. Normal edhe kena pas do pak më shumë që janë kanë me vjet që për shokëve do me thonë. Edhe ato gjithmonë kanë qenë pjesë e jonja aty kur kena luajtur futboll ose kur jena shoshnu aty në mall. Edhe gjithë e kom pas një shok në cilin jam i lidh shumë prej atëherë jena lidh edhe do me thonë shumë marrëdhënie kena të mira shoshnore. Nasser Ismaili, e cili e përshëndes shumë, një të kohë është edhe fotograf shumë i famshëm dhe me sukseset tia po bën namin temi. Unë e luajsha futboll gjithmonë edhe ai e ka përcjell basketbollin. Edhe unë futboll, ai e ka pas që unë s'di me luajt futboll, ama unë dashnin për futbollin që e kom pas nuk jam lal kurrë, domethënë kum luajt. Edhe gjithaj ma vëjke nuk jeti për futboll, merru me basketboll. Unë ja, futbolli derisa ishme njerëz në edukat fizike në shkollë fillore, edhe Asimtarin Sulejman, i cili tashmë është i njerë, kërkuan për Asimtarin Sulejman me na dhanë topi me luajt futboll. Normal, kuptohet pas nxemjes torës, edhe ai pekëshyr edhe ai lojën e kujti çka në luajna futboll. Gjatë lojës s'm tha kur gjë. Mas lojës erë thot, pse mirë është ti me futboll? Thot ti i krijuar për basketboll, pse hub kohën thot ti për futboll? Thash Asimtar, leve tash kam bukini Si lindi ideja, do thot filloni ato stërvitjet e rregullta? Po pikë këtu do me thonë ka lindë, pite shokë jemi cili më ka detyru pak më marrë basketbol, edhe Asimtari Sulejman deri sa ju lajmëru babit tim, tha e djalin e ki definitivisht për basketbol, mos e let luaj futbol, edhe prej aty mastej u vendos atë atëherë te profesori i ndjerë është Mentaz Allajbegu, i cili ta i ku marrë disa hapat basketbollit. Pastaj prej te Mentaz Allajbegu transferohet te ish klubi im, atëherë u konë NBA që tashmë është në ndrimin e emrit Shkupi.
atje kum lujt plot 5 vite, 6 vite plota. E kum pas trener atje Enver Miftarin, ka marrë pjesë në atë ekip edhe Fadil Nika u konë trener, njëtën kohë konë trener edhe Muhamet Thaçi, të cilët kanë dhënë shumë kontribut për mua dhe i përshëndes përzemërsisht se edhe ato kanë bo pjesë në sukseset e mia, çka do sukses që e kom bo, janë konë pjesë e imi edhe atë nuk mund t'ja harroj. Kur jemi të klubi basketbollit Shkupi, padyshim se ndoshta sukseset edhe hapat e para më kryesori ke bë pikërisht te Shkupi. Me Shkupin jeni paraqitur edhe në ligën e dytë. Ishte edhe ekipi vetëm do thotë shqiptari i cili ka marrë pjesë në garat kampionate këtu. Na trego si ishin ato ecurit, si ishte paraqitja juaj në ligën e dytë? Në fillim Shkupi ka pas vetëm gjenerata të reja. Mirë po, them puna kur e bën të vetën, edhe sukseset vinë nuk nalen. Pas gjeneratave të reja ne e ndjeshmi vetin që duhet me bo pak një hap më të lartë. Edhe trenerin alla për kraje, normal, dhe u kvalifikum në ligën e tretë u konë fillim. Njerëzit nuk e din këtë sen se liga e tretë nuk është normal shumë me shikueshmëri të madhe. Në ligën e tretë. Pin ligën e tretë, që thashtë edhe parzit puna e bën vetën, pin ligën e tretë me shumë fitore në ligën e tretë edhe me shumë vetë besim e bënëm një hap më nalt hynëm ligën e dytë. Ku njerëzit nuk e kanë pritë se prej një mohale mu mbledhen, do me thonë, lojtar me dalë, me mbledh plot 3 edhe me bo ekip edhe me garu ligën e dytë edhe plus mu konë pretendent për me një Super League, nuk e ka pritë kurkush këto, kjo konën shumë sukses i madh, me thonë për neve se i na konë shumë 3 edhe i na shty me lojtarë eksperiencë ligës të parë që janë konë kanë lujtë në për Evropë të lifar liga tjera. Pas Shkupit do të thotë si ishte në ligën e dytë, do të thotë koeficiente juve në ato statistikat e basketbollit, sa paraqitje kishit parafërsisht, do thotë sa është? Po, në ndeshje, kena pas, si cilën javë ka 2-3 ndeshje, kena pas në theshë edhe parë një të kohë, kena lujtë edhe për gjeneratat e reja, ku 2 vjetë me rath të gjenerata eme po foli une, 2 vjetë me rath jena bo kampion të Maqedonisë, kurse Shkupi nuk i ka pas vetëm këto suksese, i ka pas edhe gjenerata tjera që kanë marrë vendet e para, vendet e dyta, ka pas shumë suksese të mëdhaja. Po sa i përket ligës dytë, neve na ka jep themi shumë eksperiencë liga e dytë se sa dush ti mundesh me lujt me gjenerata të reja, kur përballosh me njerin me eksperiencë ose njerin më të madh që ka eksperiencë për basketboll është ndryshe. Se me gjeneratat e tuja mundesh me lujt çaj nivel jeni. Kur bëhet fjalë për shembull me bën një hap më të madh, është këtë më ndryshe se eksperienca në pyetje, dush mu konë pak ma i aftë, ma i kujdesshëm me përcjellë se cilin situatë. Thamë, Liga e dytë në ka dhënë shumë eksperiencë dhe kena mësu shumë për e ligës. është veçu dikush nga ju, do thotë në ato statistikat, apo keni qenë si një kolektiv? Nëse folin për Ligën e dytë, ka pas të veçum, po të njëjtën kohë ka pas edhe të gjeneratat e reja të veçum, do me thonë unë jam edhe 2 herë MVP, do me thonë lojtar më i mirë Maqedoni, një herë edhe kosha shënues më i mirë Maqedonisë. Nërsa në Ligën e dytë ka pas shumë lojtar, jo shumë lojtar, them një 4 lojtar janë kanë me statistikë dallume në Ligën e dytë. Kjo Liga e dytë disi ju dha një shtytje plus, një imperativ plus, do thotë për të kërkuar diçka më tepër. Pastaj pas Shkupit erdhi angazhimi juaj në ekipin e Rabotničkit, një ekip do thotë i cili është kampion disa herë i Maqedonisë. Si ishte paraqitja atje, si ishte interesimi atyre, pse bashkëpunimi? Nëse folim për Rabotničkin, padyshim është ekip gjigant, nuk mundet ta marrë kurkush se ka 70 vjet, është me traditë 70 vjeçare. Mu Shkupi mi ka dhënë hapat e para të basketbollit. Edhe ma ka mësu basketbollin, të them 80%. Alfabetin ma ka dhënë Shkupi, nuk diskutohet. Mirë po, Rabotničkin ka kompletu si lojtar. Se normal kuptohet, thash edhe pauze, Rabotnički ka 70 vjet, është me tradit, edhe aty ka kalu lloj lojtari me eksperiencë, lloj treneri. Tjetër është i kur kualifikohesh me një ekip të madhe edhe dashta apo nuk dashta ti ki mu kriju si ato, ki mu bo lojtar i mirë. Sepse aty vet janë mjaftojnë stërvitje të i bësh me një ekip kaq. Po, se thash edhe parzit kur të hysh mrena në ekip,
Ati nuk ki lojtar pa eksperiencë. Ati këtë janë me eksperiencë edhe ti nëse gabon e ka marrë lojtari ka me të thonë, nuk ka me prit lojtarit, to e treneri, jetë e bo gabim. Ven lojtarit thot jetë e bo këto gabim, dush me bo kështu. Them kështu, vazhdimisht i e në përcjellje dhe nuk lejohet gabimi aty, se secili gabim më njerë korrigjohet. Se bashkë Rabotniçki? Kishte ekipe tjera të cilat u interesuan? Po, ka pas ekipet ndryshme që kom pas edhe oferta, po arsyeja kryesore që u ka në Rabotniçki është kanë se në Rabotniçki nuk ka pas dhe më tash në ligën e parë që ka lyt asnjë shqiptar, do me thonë jam i vetmi, edhe kum dash diqysh me thyja derë dhe mu kanë unë i vetmi që edhe nëse vjen ai i ri, do me thonë ta kese derën e qelt në Rabotniçki, se deri tash s'ka pas asnjë shqiptar në Rabotniçki. Pastaj vinë disa garat, keni pas një turne në Turqi me Universitetin e Tetovës, ashtu? Po, trego diçka më tepër si ishte ajo, kush ka marrë pjesë? Aty ka ndodhur shumë spontanisht save, po mi janë kanë edhe momente shumë të bukura, se kanë lindë shumë sene prej atij turniri, domethënë neve na u bë ftesa si universitet me marrë pjesë në gara në Turqi, në qytetin e Edirnes. Edhe patëm informata se do të ketë prej lloj shteteve ekipet ndryshme, domethënë siç është prej Greqisë, prej Novi Sadit e ku e di plot tjerë ekipe. Shtetet ballkanike kryesisht. Edhe u bën një farë lloj turniri aty. Ne me ekipin nxonëm domethënë vendin e tretë. Mirë po, neve na ra në gjysmë finale të përballemi me ekipin e Greqisë, që e pat universiteti. Në njëjtën kohë Edirne ka pas ekipin e vetë që ka garu. Mirë po nuk dashti fati ato humbën, edhe domethënë e kanë përcjell të ankohën lojën. Kur lujtëm ne me ekipin e Greqisë, trajneri i Edirnës u konë tribina që nuk e kom ditë që është aty, edhe të ankohën ka përcjell mu. Edhe nuk dashti fati ne humbëm lojën, mirë po mu ajo ndeshje ma dojke shumë, edhe i dhash diku 30 pikë më zgabofsha. Edhe mas lojës po vjet treneri edhe po njoftohemi me treneri, po ma ban shumë mirë lojtari mirë, mos u nal me ushtrime, ku e di çka po motivon. Thash faleminderit, thot atë kish konvenu thot me lujt për neve. Thash nëse thash ka kushtet mira, pse jo, thash edhe besoj se thash se Turqia më kish dhënë një hap më shumë për me bë sukses. E u morën vesh pak a shumë që ashtu i dham kontaktet në mes veti edhe që është për aty, do me thonë. Me kur u këthim këtu në Shkup, më telefonoj ai treneri, ku e di që ka të folë. Thotë, si do ja bëjmë, thësë jam i interesum, thëtë për ty, edhe. Thash, okej, thash, edhe unë jam i interesum, thash, edhe më konvena me lujtë Turqi, se është hap për mu me bo sukses, thash, një hap maj madhë mu, më thonë. U morën vesh paka shumë. Mirë po nuk e dham, do me thonë, vendimin final, do me thonë, që unë me nënshkrujt aty, deri mos sa u bo para do kohë që e nënshkrujt edhe kontratën, ma definitivisht jam lojtari Trakjas në Edirne për sezonin 2017. Të dashur miq, pikërisht kjo ishte arsyeja pse Televizioni Nova sot është në këtë sallë të sportit këtu në Çajir për ta paraqitur Aledin Mustafën, i cili është vetëm 21 vjeçar dhe është basketbollisti ndoshta i vetëm shqiptar i cili do të paraqitet në ligën turke. Aledini paraqet shumë jo vetëm për basketbollin e shqiptarëve këtu në Maqedoni, por edhe për Maqedoninë në përgjithësi, sepse karriera e tij do thotë gjatë viteve në vazhdim do të flasin shumë media, do thotë shpresojmë ashtu të jetë për Aledinin. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Aledin, padyshim se shkuarja juaj në Turqi ka qenë pikë referimi edhe për redaksin tonë për të ardhur, do thotë për të bërë një paraqitje tuajën, do thotë para shkuarjes atje në Turqi. Keni një uri për ekipin se kush është ekipi, ka përvojë, do thotë dhe kush ka qenë ky ekip më herët? Po. Në me thonë, thashtë edhe partit ekipi që Trakja, garojnë ligën e dytë, kanë suksese, do me thonë, normal është.
Ka edhe lojtarë cilësor, në cilët pritim edhe këtë sezon besoj me bo ndaj sukses edhe më të madh. Jo që pse shkojnë, po çashtu e kish para pa ai treneri, domethënë për këtë sezon. Gjatë viteve të kaluara 2 apo 3 viteve kanë qenë ligën e dytë, gjithashtu kanë qenë. Po. Edhe kishin rezultate të mira. Nuk mund me thonë që rezultatet shkje, domethënë për derisa nuk bje pi ligë, nuk je i keq, domethënë nëse rrin mesin e tabelës, domethënë je në nivel. Gjatë kësaj kohe padyshim që pengesa e fundit ju ka mbetë, do të thotë pajiseni me atë vizën e qëndrimit në Turqi dhe të shkoni do të thotë oficializoni do të thotë qëndrimin tuaj atje në Turqi dhe në ekipin e Erdenes. Kur priten të realizohen gjitha këto? Pikërisht ka vetë problemi vetëm te viza dhe besoj që këto ditë në vim nuk zgjat besoj më shumë se një javë me thonë. Të bëhet gati edhe viza dhe pasi ta marr vizën do me thonë më njerë jam edhe udhëtar për Turqi, sepse dokumentet tjera këti kom plotsu, marrëveshja u ka bo, thash edhe parzit që edhe fakultetin kom e vazhdu atje, do me thonë edhe... Keni paralelisht edhe angazhimin... Po, normale, se unë të njëjtën kohë jam edhe student, do me thonë më kam ejtë edhe një vit me vazhdu në Turqi, deri në diplomim. Do me thonë edhe atë pjesën me fakultetin jena marrë vesh transferimi që e kom bo, do me thonë pritet vetëm viza me marrë edhe Mbas informacioneve tona të cilat i kemi në fillim të tetorit pritet që tjetë edhe fillimi zyrtar i kampionatit turk. Jeni në kontakte të vazhdueshme me trajnerin, kanë fillu stërvitet atje si ekip? Se unë e fola me trajnerin, a i më tha kështu. Se cili ekip para sezonës bon një farë selektimit lojtarëve. Edhe a i më tha mu përderisa ti je në ekip, do me thonë ty nuk të vinë selektimi. Do me thonë kur ti jesh gati me dokumentet, me punë tjera, vetëm nisesh edhe vjen drejt stërvitje. Kur është e parapame do të fillon kampionati? E parapame është ti se, do me thonë, edhe një muj edhe 2 që ashtu është. Diçka po muhet edhe me pas në lëshim, nuk e di. Se është hera e parë për mu që ka me lujtë në ligën e Turqisë. Nuk kom pas eksperiencë të në ligat jashme përveç se Maqedoni, është hera e parë që dal jashme lujtë. Alutin padyshim se për shkuarjen tuaj në ekipin e Turqisë duhet një përgatitje maksimale që t'jeni do thot në atë formën më të mirë, në formën më të duar. Me kë jeni duke u stërvit brenda kësaj kohe derisa të shkoni në Turqi dhe si po ecin ato përgatitje? Unë këtu jam përgatit vetë, do me thonë vetë them ashtu pa trener se nëse vjen për për palestrat se ku kom ushtru, te kom ushtru, atërë do në me falemendru trenerin Ismet Hajrullavi, cili më ka mundësu palestrat me më liru e me më dhonë termine të lira, cilën ja di për faleminderim shumë, edhe lu Zotin që si vjetë kese suksese me ekipën e vetë. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Woo. Hey, 'cause I believe in you. If I can see it. Të dashur miq të televizionit Nova Studio hapur në gjuhën shqipe, kjo ishte intervista disa minutëshe të cilin ja dedikum basketbollistit të ri Alaudin Mustafa. Ne si redaksi dëshirojmë gjitha të mirat Alaudinit dhe shpresojmë që të ketë në paraqitje të mira në klubin e ri dhe të na kthehet me rezultate të reja. Ndërsa juve Alaudin ju falenderoj për kohën që ndat dhe ju dëshirojmë gjitha të mirat në Turqi. Faleminderit shumë Fitim dhe unë juve ju dëshiroj punë të marrë dhe suksese në punën që e bëni. Dhe që kisha pas edhe një mesazh me përket trit që janë kalla që janë me të mirën sa më shumë me sport, se sporti është për një mendje të shosh dhe për një trup më shnosh. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. I believe I can fly.